dashur qytetar, aktivist e simpatizant, urime edhe një fitore e radhës e lëvizjes vetëvendosje. Për më pak se 7 vjet, kjo është fitoria e 5 televizjes në zgjedhjet parlamentare. Kemi fituar në vitin 2019, kemi fituar në vitin 2021, kemi fituar 2 herë në vitin 2025 dhe fituam përsëri në vitin. E pra, të dashur qytetar, ky është edhe një konfirmim I radhës që së paku kjo dekad e unë besoj edhe shumë më shumë se kaq është e qeverisjes së lëvizjes vetëvendosje. Prandaj edhe në këto zgjedhjet e 5 parlamentare për më pak se 7 vjet u dëshmua që të gjithë garojnë, shumica votojnë, e ne fitojnë. Unë ju falenderoj nga zemra dhe jam përjet mirënjohës për gjithat angazhim, punë, përpjekje, mund që keni bërë që lëvizja vetëvendosje të vazhdoj me qeverisjen e saj të mbar e të mirë demokratike, ku ne I bëjmë bashkë sigurin e shtetit e të kufive me mirëqenjen e qytetarve, ku ne I bëjmë bashkë edhe punëtorët, edhe ndërmarrjet, edhe infrastrukturën, edhe bujqësin, I bëjmë bashkë edhe kujdesim për nëna e fëmijë, edhe atë për burra e pleq, për djem e vajza pa dallim. Faleminderit shumë për gjithë këtë mbështetje e përkrahje të pakursyer e të parëzerm me secilën sfidë e pengesë që kemi pasur. Pra, vështirësi që nuk e kemi te I kaluar. Edhe atëherë kur është dukur e pamundur, ne e kemi realizuar. Sepse tash ka shtet për krejt e ne jemi krejt për shtet. Numri 116 ishte fitues me 28 dhjetor. Numri 116 është sërish fitues. Faleminderit që ja keni qit pikën me numrit 116.